Përshëndetje miqtë Adaga Media dhe mirë se erdhët në një video të re. Sot për të nisur në fakt një episod të ri të quizit, të rubrikës së quizit, dhe në fakt jemi në Roblox për të luajtur këtë lojën që është për të gjetur ndryshime nëpërmjet dy fotove që duken si të njëjta por nuk janë fare. Le të nisim me një herë pa humbur kohë. Jemi këtu tek piramidet e Egjiptit së pari dhe me të vërtetë ka shumë ndryshime që unë i pikasa që tani është koka e deves, prit, okay, kjo këtu, siç e shikoni, është këto vijat këtu të kjo piramida, të cilat janë ndryshe andej, ngjyra e shkurrës pak më mbrapa piramidës, reja që është në gjysmë, pra pjesa e re që mungon dhe reja që mungon krejtësisht. Tani na kanë mbetur edhe 3 ndryshime që duhet i gjejmë dhe t'i pikasim sa më shpejt e jetë mundur, të shohim mos ndoshta te kjo deveja tjetër ka ndonjë ndryshim, jo, s'po gjej asnjë. Okej, gjetja këtu tek palma, e gjeta një. Çfarë ka tjetër? Mos ndoshta sërish tek piramidat, ndonjë gjë tjetër që neve nuk e kemi vërejtur akoma. Deri më tani s'po shoh asgjë që mund të ketë ndryshim tek piramidat. Këtu. Okej, bëra një gabim, këtu e kisha fjalën, e i shtypim edhe një herë këto që kemi gjetur, edhe këtu ishte, më fal, këtu, reja, dhe edhe një na ka mbetur një ndryshim i vetëm dhe jemi gati për ta fituar këtë, për ta kaluar këtë round. Çfarë ka ndryshim tjetër? Nuk po gjej asnjë ndryshim. Nëse ka ndonjë ndryshim dhe unë nuk e dalloj, ju e keni dalluar, ju lutem shkruajini në komente, sepse ne i lexojmë pra komentet, kështu që shkruani sa më shumë komente aty poshtë. Mirë, të shohim pak tek këto vijat që janë këtu tek bari, mos ndoshta ka ndonjë ndryshim, se s'po di çfarë të gjej tjetër. Okej. Do provojmë kot këtu? Jo. Te kjo piramida, jo, edhe një herë. Okej, është me të vërtetë shumë e vështirë për të gjithë ata që nuk më besojnë, e dini sa e vështirë është për të gjetur këtu ndryshimet, me të vërtetë. Okej, e gjeta ndryshimin e radhës, është kjo vija këtu. Mirë, next, vazhdojmë me tjetrën. Atëherë këtu i mungon një sy, këtu është ngjyrosur syzja. Dhe çfarë ka tjetër ndryshim? Këtu besoj që ndryshimet nuk do t'jenë edhe aq të vështira ndoshta për t'u gjetur. Një re këtu mungon, ngjyra e malit pas që ndryshon. Çfarë ka tjetër? Diçka që nuk e kemi gjetur akoma dhe është ndryshe. Mirë, këtu shkurrja, vazhdojmë, mendoj që sërish mund të ketë diçka këtu tek këto fytyrat. Okej, këtu tek goja, edhe këtu, çfarë ka tjetër? Besoj që mund të ketë sërish tek këto figurat, pasi kemi gjetur pak a shumë, tek krejt nuk ka asgjë. Këtu çfarë mund të ketë këtu poshtë? Tek shkurret ndoshta ndonjë gjë të vogël ndryshe që neve nuk e kemi gjetur akoma. S'po di fare çfarë t'ju them. Tek koka e parë këtu, tek flokët ndoshta ndonjë gjë, jo. Okej, s'po gjej ndryshim akoma. E ndryshimi i radhës është këtu, pra. Okej, tek ajo bluza e trupit të parë të vizatuar. Këtu kemi foton tjetër që është Taj Mahal, më duket. Nuk kemi pemën e cila është me ngjyrë ndryshe te njëra foto, me ngjyrë ndryshe në foton tjetër. Këtu mungon një si shigjet, hark që s'di të them, djeli ka një vrim aty, një re shtesë këtej. Okej, ndryshime të gjetura deri tani, kemi gjetur mjaft ndryshime, kanë mbetur edhe 4, këtu mungon pra kja koka e kësaj si kull.
Të vazhdojmë tani me ndryshimet e tjera. Këto ndryshimet e tjera besoj se do t'jenë shumë të hollësishme që neve nuk i kemi gjetur akoma. Mirë, këtu tek uji mos ndoshta ka ndonjë gjë, tek ky si shatërvan. Okej, këtu ka një vi shtesë. Mirë, pra tek bari ka një si vi më shumë. Shohim këtu mungon një si dritare ose derë. Dhe çfarë ka tjetër, s'po dim të gjejmë gjithmonë bezën të kjo e fundit, se di pse. Mendoj më mirë të gjejmë këtë më të fundit të parën, se sa këto të tjera të parat. Mendoj tek shkurrët ndonjë gjë mund të ketë, ndoshta ndonjë ndryshim sa do të vogël, por që neve na duhet dhe na prish punë. Okej. Mirë, s'po gjej asnjë ndryshim deri më tani. Po të këto si dyer ose si dritare që janë këtej, okej, nuk po di. Thjesht ta gjej ndryshimin dhe do të rikthehem. 2,000 years later. Dhe ndryshimi i fundit është kjo viza shtesë këtu. Okej, tek njëra nga kullat. Mirë, shohim tani ndryshimet që ka tek kjo fotoja këtu. Gjendem përballë një përroje, një lumi, nuk e di. Okej, këtu ka një ndryshim që gjeta, këtu ka 2 vija më shumë. Tek bari ndonjë gjë mos ka, të shohim pak sepse duhet të shohim çdo gjë me hollësi. Këtu mungon një dras, shohim tjetër çfarë ka. Tani besoj tek uji ose tek këto si shkëmbinj. Këtu 2 vija shtesë, edhe këtu 2 vija shtesë, një re mungon, edhe pra një pjesë e res mungon, një re tjetër mungon krejtësisht, edhe këtu tek pema. Okej, që ka thjesht kjo krejtësisht. Shohim tani tek kjo fotoja tjetër, çfarë ndryshimesh mund të gjejmë. Këtu ka 3 vija, ndërkohë në foton tjetër ka një vi, shohim këtu s'ka fare si dritare. Shkurja është me gjyrë ndryshe, një vi këtu, po më duket se është ky ndryshimi që them unë. Pse nuk po quajtën? Okej, një këtu, një këtu, shohim 3 vija këtu, 3 vija këtu. Çfarë ka tjetër? Një vi shtesë te kjo pjesë e fotos. Çfarë ka tjetër? Të shohim pak më me hollësi foton, sepse mendoj që tek këto shtëpijat, te ky te kjo si kodër me shtëpia, se ishte tek vijat mund të ketë problem. Kështu mendoj unë. Dhe akoma s'po gjej, na kanë mbetur edhe 2 ndryshime. Gjeta edhe një ndryshim tjetër këtu. Besoj e kuptoni se cili është ndryshimi. Dhe tjetër, s'po di çfarë është tjetër. Sa shumë ngarkesë pas ka kjo foto në të vërtetë, aq sa të na ngatroj shumë dhe duhet që të hysh me hollësi, ta shikosh, ta vrojtosh dhe të arrish të gjesh ato problemet e saj. Me të vërtetë tani po e kuptoj që sytë e mi kanë ndonjë problem. Shikoni sa ndryshim i dukshëm është ky pra një re e cila është shtesë në foton tjetër. Okej. Mirë, vazhdojmë me foton tjetër, jemi në një aeroport e gjeta ndryshimin e parë, edhe këtu. Okej, këto vijat janë të shumta. Tek dritare, tek këtij avionit nuk është se paska ndonjë ndryshim. Shohim tjetër, këtu është me ngjyrë ndryshe, pra ajo shkurja. Kemi 2 valigje, këtu mungon pra pjesa tjetër e asaj kapsës së valigjes. Këtu mungon mbajtësja e kompjuterit. Dhe çfarë mund të ketë tjetër? Tek stolat mendoj ndonjë gjë, mund të na vijë ndonjë ndryshim. Gjithsesi po e vrojtojmë dal nga dal dhe shpresoj që
ta gjej, shpresoj që ta gjej sa më shpejt ndryshimin që ka këtu në këtë foto. Edhe ndryshimi i fundit mungon kjo gjëja këtu tek aeroplani. Mirë, vazhdojmë bus stop, okay. Kemi tek shkronjat, këtu tek shkrimi, mungesën asaj si dorëse të mbajtëses së valigjes, këtu çfarë ka tjetër se mungesë të atyre atyre pjesëve të trungut. Vazhdojmë me ndryshimet të tjera tek diellit dhe tek krejt. Okej, s'kemi ndonjë gjë, kemi këtu tek kjo tabela që shënon para stacionin e autobusit. Çfarë ka tjetër ndryshim tani? Mungon një këmbë tek kjo ndënjësja dhe ndryshimi i fundit si gjithmonë mbet. Okej, e gjetëm, ishte i thjesht. Mirë, vazhdojmë këtu tek qadra. Jemi në plazh tani, okej, mezi po presim që t'na vi vera, pranë është, edhe na vijnë ato pushrimet nga punërat, nga shkollat. Okej, mungon një gjethë e palmës, këtu ka një si valë më shumë se sa në foton tjetër, këtu mungon një nga këto vijat ose nga këto rrezet e diellit. Vazhdojmë, çfarë kemi tjetër? Kemi gjetur deri më tani shumë ndryshime. Dal nga dal, okej, mungon kjo këtu pra ngjyra e bardhë tek topi, ai rrethi si i bardhë tek topi. Çfarë ka tjetër? Edhe qadra mendoj ndonjë gjë tjetër, mos mund të ketë tek ngjyrat. Jo, s'pas ka. Mirë, dal nga dal besoj që do ta gjejmë edhe ndryshimin tjetër. Okej. Dhe ndryshimi i fundit është një rrezë e shtuar këtu tek dielli. Mirë, kjo mendoj ndoshta ishte fotoja e parafundit. Jemi në foton e fundit tashmë. Menjëherë gabimisht e gjeta një ndryshim. Shikojeni. Jemi përballë një dyqani, këtu mungon ajo pjesa e manikinit, mungon lëja, çfarë mungon tjetër? Këtu kemi një si degëzim tjetër të shkurrës, mungon një mbajtje derës. Çfarë mund të ketë tjetër? Këtu mungon një gjethë te kjo fotografia, ngjyra e pjesës së fundit të këpucës. Vazhdojmë, çfarë ka ndryshim tjetër? Është edhe një me sa po shohim dhe një re shtesë. Mirë, ta shohim edhe një figurë tjetër shpejt e shpejt, besoj na e lejon minutazhi. Një ndryshim këtu tek divani, këtu mungon këtu është një shtesë pra kështu e kësaj që tregon të ngjitesh poshtë ose pra të ngjitesh lart ose të ulesh poshtë, më falni tani se bëra një gaf. Kemi një re të shtuar këtu, kemi ngjyrën e ndryshme të dritës nga drita tjetër, këtu mungon një si vi tek gjethja, që është pjesë e vizatimit. Tek divani tjetër mos ka ndonjë gjë, tek parketi s'po shoh, po tek divani. Okej, mungon dhe kjo zilja tek kasa. Vazhdojmë, çfarë ka tjetër që mungon? S'po shoh ndonjë gjë tjetër që na mungon, shpejt e shpejt duhet ta gjejmë, pasi nuk kemi shumë kohë. Okej, dhe këmba e divanit. Mirë, mendoj që jemi në fund sepse nuk na lejon më koha. Shpresoj të ketë pëlqyer kjo video. Like, subscribe dhe nëse doni vijimin e kësaj videoje, ju lutem na komentoni dhe na thoni bye bye.